S'munësh me konë të universal, dhe i doshër. Asun s'muj me konë universal. S'muj, hem hoq, që të ka që, mu bo hoq, mu bo mehaniqar, mu bo stallar, mu bo dërvar. S'muj, nja du të me morë. Qatë e kam, amo qati du të me dhonë maksimumin. Qati une me qëket punë, me qëket hoqlëk du të me fitu gjenetin. Suna me kamerën du të me fitu gjenetin. S'ka qare, me qata. Se qati ashtë i profesionalizum. Qati du të me fitu gjenetin. Dikush me sadaka, dikush me lexim Kurani, dikush me shkru me një librës, dikush vëllez dashër, me netëll be kanë fitu gjenetin. Nuk ka bezor me fitu gjenetin Allahut. Veç gjeje ti ku e jep maksimumin. Ti ku dush, ti ku e shef vetën tonë se ti çati mundesh me ndihmu fen Allahut. O Allah me mshis. E ka fitu gjenetin Allahut. Mshis. Ma e ka pasë që ati e maksimumin. E dini është një gruje që një historia asemrin se adina, vlajtosh. Në më thonë, s'ka historian i cili ja ka përmen emnin, se kur kush nuk ja di. Se synin e njerëzve ka qenë, synin e njerëzve ka qenë një zanat i cili nuk i ka ndhonë rëndësi dhe nuk i ka ndhonë pesh. Edhe bile, e di qish njifët? Gruja e zes. Ka qenë një gruje, e cila është kujdes me mshi xhamien. Punë e vogël. Synin tem e vogël. Edhe synin e shumë sa vakun e vogël. Shumë e vogël akon. As emnin se ka ndit, as bemnin, as kush është, veç e ka njoftë që si gruja e zezë, e cila e mshin xhamien. Edhe si ka ndonë as i punë sajna, ka vdek. Ka ndru jetë. Se ka lemru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si kanë kallzu pejgamberit që vdiq Vilonja. Çka bune? Mas 2 ditëve, 3 ditëve pejgamberi e shef mungesën e sajna. E shka du me thonë? Du me ju thonë vëllezër të dashur, bani do një punë që nëse ti mungon mu po mungesa jote. Mu diktu mungesa jote. Kur të falish namaz në xhami, 5 kohë, nëse shkon në xhami vëllezër të dashur, 3 ditë mos me shkue, ka mu vërret mungesa jote. Nëse ki pas zakon mi dhonën për shembull 100 denar sadaka, çat ditë që s'kemi dhon ka mu po mungesa jote. A shef që këtë me zhlisin kuina e ban zakon mi pru 2 soka. 2 soka. Apo 2 shishe ujë, që? Zakon. Ja ban vetës, që çdo herë që ka marrë, 2 shishe ujë ka mi pruhe. Një ditë më s'marrë, ka me mungu kiloj ujtit. Edhe këtë e di se mungon filoni. Dhe më thonë, letë bomi për atyre burëve të cilët punojmë, edhe mundona, e jopi maksimumin, e nëse ne mungojmë, dëvërehet mungesa jonë. E mos bona pre atyre të cilët prezenca dhe mungesa jonë është njajtë. A keve, as keve, zvërejesh. A punove, as punove, vërejesh. Zvërejesh eq. Për kundra zi, ban punë të cilët ti do të vërejesh, për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 ditë nuk e në xhami, 14 ditë tha ku është ajo gruaja? E po mungesën e sajna. E vërreti mungesën e sajna. E po se xhamia nuk kanë rregull, xhamia nuk ka mshime, nuk ka rregullume. Tha ku është filonja? Tha ja Resulullah ka dekën. Tha vdeq edhe vorosëm ne. Tha vdeq edhe vorosët nuk më thirrët mua, nuk më lajmëruat, sikur që ato e mangësun. E mangësun apo nuk ja vlerësun punën që ka e bajke me netëll që më shike xhamien. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka buni vëllezër dashur? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja boni shkoj te vorët, hajdeni me mua tha shokët e mi, shkoj te vorët dhe ja fali xhenazën aty. Edhe aq të bukur e boni një dua, sa që njëri prej sahabive tha me paskon unë i dekti. Aq bukur, aq lut për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe aq fjalë të mira, aq dua tëmbël ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa që sahabët kishin pas dëshirë me paskon në vendin e sajna. Se lutja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk thehet bosh. Për këtë vëllezër dashur, nëse e don Allahu një rob e shfrytëzon. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ahabbul amali ila Allah. Për punëve më shumë që i don Allahu subhanahu wa taala, adwamuha wa inqal. Tash kanë të vazhdueshme. Shaki mu njoft. Histori islame nëse përmendet drejtësia, kush i shkon mend? Omer. Me automatizëm, hiç s'menosh. Hiç, nuk e lodh krien vllai dashur.
trimëria, burria, strateg ushtara, kush është? Khalid ibn Velidi, këtë e njefni, s'ka nevoj me përmen. Trim, Ebu Bekri, muezin, Bilali, se cili e ka pas? Për këtë për nga thonë, Muadhi ka thonë, mas mirë ti qeti halalin haramin, kush është? Muadhi radiallahu anhu, s'ka thonë këtë e din, këtë hoxhallar, këtë ulema, jo, Muadhi është halalin haramin. Alia ka thonë, është mas mirë ti që gjikot si më i mirë është Aliu. Othmani radiallahu anhu është njoftë për turbin të cilin e ka pas. Se cili, mundoje me gjetë vendin tanë, shoqërinë tonë, rrethin ku jetojmë ne, ku mund e japna maksimumin, edhe çatile ta, çatile ta japmi maksimumin, edhe gjithë energjinë tonë çatile ta harxojmë.